Zotja Haradinaj. Zotja Haradinaj, lutem të më dëgjoni sepse koha televizive është shumë e rëndësishme. Në rast se mund t'i bëjmë dy pyetje për gjykatën, na tregon. Në të kundërtën duhet ta ndërpresim në mënyrë që të mos debatojmë sepse faleminderit shumë. Ajo e t'na ndërtu për këtyre dëshmitarëve. Haradinaj, faleminderit shumë për kohën. Ftesën që keni marrur i bie se neve na intereson mendimi juaj dhe është i rëndësishëm sigurisht mendimi juaj si çdo herë që ka qenë. Mendimi jam për gjykatën ka qenë çdo herë i qartë, kam edhe tash mendim të qartë. Po si e pe? Nëse e trajtoj kompletisht për tash, mos çuditni se prokuroria i ka lyp këto, mos çuditni pse ka lyp këto prokuroria. Prokuroria nëse për asgjë tjetër se i lyp për arsitimin e saj dhe shkelet që ka bëu që 15 vite, por që 5 vite juridikisht që ka bo shkelet e drejta direkt, shkelet e drejta të burgosit, shkelet juridike që ka bo ndaj këti grupi aty që është. Dhe, prandaj e lyp këtë të një maksimal, që nuk do të thot që edhe ka bo e këzuptu. Sa ka gjasa Haradinaj që pikrisht të kërkes të prokurorista marë për bazë gjykata në vendimin e saj pas 3 muajve? Nëse folim për gjykat dhe drejtësi, këto do t'i rëgjoj poshtë të gjitha mbrojtja që është shumë akredibil. Dhe pastaj gjykata nëse është për drejtësi dhe nuk është e orientune politikisht dhe nuk është e korruptune me ne që po bojnë fushatat qoftë ndërkombëtarisht dhe qoftë brenda Kosove, atër vendimi do t'jetë lirus. Nëse është politike, gjitha këto binë nuj, sepse këtë orientim ka mojtë kjo. Po këta kanë 2 arsye. Arsyeja parë, me arshitu thashkelet, arsyeja dytë me arshitu lek dhe zhvatjen që ka bojnë ndaj buxheteve europiane që ata ka dhunë financa. Sepse përmuar një organizat ekonomike kriminale, për post që o qujtë në emën të drejtësisë. E ashtë ma pak ku më morë në emën të poplit shqiptar dhe në emën të poplit të binë vendime. Dhe në bazë të kësaj edhe që sa po e the edhe ju Zotria Haradinaj, cili besoni se do t'jetë skenari final dhe realisht si keni parë dhe si vlerësoni edhe punën e mbrojtjes që ka bërë në gjithë këtë proces? Une nuk prej me besim shqiptarëve ka qenë mos më ndërtu hiç kjo të fatë, por une po du me besu në drejtësi dhe në fakte dhe duke bazu në ato fakte të cilat i kanë pas prokuroria dhe fakte që ka pas mbrojtja. Unë pres lirim, rëdhim të gjitha pikave aktuese. E dyta, e bazojnë në këte, ta kanë lyp dënim uniform për se të dhe person. Dhe dënimi uniform, sa di unë juridik, nuk mundet të lypet nga prokurori, sepse duhet pik për pik, për derisa ata të dënohet nga të gjitha pikat, duhet me tregu pik për pik se sa lyp dënimin, për se të dhe veç. Prandaj edhe këtu është një absurditet juridik që këta bojnë visa për sy faqe. Që në bazë të kësaj, unë menoj që kjo ka thyrë regullat dhe s'ka plotësu standardet që gjykata me dhonë besim kësaj prokurorie. Si të që të jetë vendimi, qoftë edhe lirus, kjo gjykat është turpi i drejtësisë të shekullit 21. Zotria Haradinaj, me qënë se ndruat mendje dhe që ndruat në intervjist, ta shtrelon e një pyetje. Nuk e ndrova mishten, unë jeva ketë që si a thash në arsye ati shosë. Ne të respektojmë shumë për këtë arsye dhe të kemi ftu. Po besoj që e keni ju faleminderit për që ma botë si kujtes që tash të tutje ko me pyet për panel, që kur s'ko pyet për kërkon. Unë nuk i pringohë nëse dalë një panel, nëse të debat për këtë çështje. Por nuk duhet t'i bëjnë derë një dëshmitar të prokurorisë, qërë do që ka emnin ai dhe për shkat do që o thirë atje. Dëshmitari prokurorisë shkon me prokurorin vetëm për të damtuar të patikurin. Zotria Haradinaj. Dhe nuk mujdujnë në inteligencën këta, nuk muj ma fynë inteligencën një populli, të shkosh dëshmitari prokurorisë dhe të thushë mbrojta u që ke. Zotria Haradinaj, po besoj e dëgjuat edhe fjallën e krye prokurorës West, e cila tha se nuk po kërkon dënim ndaj ushtrisë qërimtare të Kosovës në përgjithësi, por ndaj individëve të caktuar, të cilët janë të akuzuar në këtë rast. Si e po t'ju, sepse ne shpesher kemi tonë se... Atër prodej, ta kanë akuzuar zinxhir komandus. Këta në kretë procedurat ju shku të e lypë zinxhir komandus dhe përgjithësim komanduse. Dhe tash ajo po del me kontrast me ato që ka po thotë, do thotë kjo vetë për rëzën atë akuzën e tyne, e s'ka po thotë. Kështu që prandaj po pres nga gjykatësi, kur ma letë, nuk e ka po gjykatësi, bile as pa ndëgju mbrojtjen e veç me fjalë të kësaj, nëse qëtë që shikon kontest me vetë dhe që shbjen kundërshtim me vetën,
Zyrtari mundet me sotën me njëherë me rdua këta akuza dhe me përfundu gjykimin. Ka prova materiale për këtë çështje, veç prej fjalëve të tyre. E qartë. Haradinaj, faleminderit shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Respekt. Faleminderit për Faleminderit kohën. shumë, Nga këtu- ndërkaq